e majorancës që konsiderohet si strategu i ndërtimit të raporteve të varësisë me median është Erion Velia. Sot gjykata e lartë ka marrë vendimin për ta lënë në qeli Erion Velin. Dje të pash edhe tek emisioni i kolegës Duma, mu duk sikur e let hapur iden që ndoshta i gjithë ky ndryshim që u bë, edhe vendimin që u mori unifikuar i kolegjeve, të gjykata u bë pikërisht për të zbatuar në mënyrë selektive, përmend Kërçanajn, përmend edhe Veliajn. Po sepse e vërteta është kjo. Vetëm se ka një gjë, sot vendimi është i ndryshëm, nga ajo që unë po themi parashikova dje. Dhe besoj që ne do ta diskutojmë këtë. Po e marrim, lexojmë këtë vendimin e sotëm. Që ka ndodhur, sepse ky është një vendim shumë i rëndësishëm për të kuptuar një gjë. Për të kuptuar se si vendimet merren në gjykatën kushtetuese. Pra, vendimi i sotëm i gjykatës së lartë ka nxjerr akoma dhe më keq atë vendim të diskutueshëm që mori gjykata kushtetuese pak ditë më parë për Erion Velin. Që ja kaloi vetë gjykatës së lartë këtë çështje. Nuk ja kaloi, por mua ajo i hapi rrugën gjykatës së lartë. Pra sigurisht që shumë folën për një ping-pong me zgjerësh, po këtu, qofse ne flasim që... Ideja ishte për t'ja lënë, po themi ne patatën e nxehtë në dorë, ndoshta gjykatës së lartë. Edhe një herë, po kishte një gjë, se unë fola dje edhe për dy standardet që janë përdorur në raport me dy çështje të ngjashme. Dhe kush është? Është rasti e zotit Meta, që u diskutua kërkesa për ndryshimin e masës në 8 prill të këtij viti, dhe masa dhe vendimi që u mor pak ditë më parë, nga ana e gjykatës kushtetuese për Erion Velin. Për zotin Meta, gjykata kushtetuese bëri gjykatën. Dhe tha që jo, sepse dosja që kemi në dispozicion na thot dy gjëra. E para punës na thot që ka dyshime të forta se zoti Meta i ka kryer këto akte, për cilat akuzohet dhe për këtë arsye duhet të rinë në burg, dhe madje bëri edhe një interpretim tjetër, kur tha që s'ka asgjë antikushtetuese në mënyrën se si është arrestuar Ilir Meta. Ndërkohë që nëse ka një çmenduri, një shpërfaqje të dhunës dhe thyrjes së të drejtave të njerëzit në këto arrestime të këtyre kohëve të fundit, ka qenë ai i zotit Meta. Sepse të gjithë e panë dhe të gjithë u ndjen turp, i erdhi turp minimalisht dhe panë një shpërfaqje i pushtetit dhune policore të jashtëzakonshme dhe shproporcionale me një njeri që nuk po arratisej siç arratisen 95% e njerëzve që kërkohen në këtë vend, po shkonte në zyrë. Dhe që e dinte fare mirë që a ditë me qira fjalë do arrestohej, siç e tregoi koha. Kurse ke zoti Velia, pak ditë më parë gjykata kushtetuese tha që shiko, para punë, përdor kjo artifica që nuk i pranuan sa gjë Erion Velia. Në fakt, vendimi në fund çfarë ishte? I hapte rrugë dhe i kërkonte gjykatës së lartë që të merrte parasysh në kërkesën e zotit Velia që do diskutohej sot, që Erion Velia, si me thënë, ka një vendim të vetë gjykatës lartë unifikues që e rishikon masën e sigurisë, dhe të kihet parasysh edhe mendimi i opinioni i Komisionit Venecias, i cili kërkon një lloj maturie vetë përmbajtje, sidomos kur bëhet fjalë për njerëz që janë me mandate të drejtë për drejtë nga populli, siç është rasti i zotit Veliaj. Por ndërkohë, nga ana tjetër, një pyetje ku qëndron qëndrimi ose më thënë dy standardet e gjykatës kushtetuese. Për Ilir Metën dha vendim dhe mbajti qëndrim, për Erion Veliajn, i cili ndryshe nga Ilir Meta, nga prokuroria ka fakte të konfirmuara që njerëz pranë Erion Veliajt, ish deputet Partisë Socialiste, siç është rasti i Klotilde Bushkës, për hir të Erion Veliajs kanë shkuar deri tek zyra e ish avokatës së popullit për të intimiduar dëshmitarët, të cilët ishin të rëndësishëm për procesin. Dhe kjo justifikoi paraburgimin. Një dhe dyta, dhe më pas edhe gjatë kohës kur zoti Velia ishte në paraburgim, se u verifikua telefonat dhe mesazhet apo porosit që të konfirmonin se si ky urdhëronte se kush medi do të jepte çfarë, se si do të trajtohej, se kush do të miklohet, etj. Pa i hyrë fakti se nga burojnë qindra e mijëra euro që Erion Velia i paguan lart e poshtë me studie shumë të shtrenjta ligjore për të përballuar procesin e tyre. Dhe me këtë gjë, si më thënë, sigurisht që gjykata e lartë, gjykata kushtetuese na tregoi që kur është një njeri, po themi pa mbështetje tashmë politike, po drush dhe financiare, si Ilir Meta, ajo merr vendim të bën gjykatën, ndërkohë kur ke një njeri që ka akoma ca pushtete dhe zëra thonë që qarkullojnë dhe shumë para lart e poshtë, atëherë ti bën një vendim i cili, si më thënë... Se gjykata e lartë nuk ja dha mundësinë sot. Sepse këtu shkojmë ka ajo që kemi thënë në fillim fare, që Erion Velia në burg nuk e ka futur drejtësia. Erion Velia nuk është sot në burg, se Erion Velia nuk është në burg as për ndjes pastar ditë gjoklen, që s'do të haruar kurrë,
as nuk është në burg për inceneratorin dhe firmat që ai mori të drejtën për të firmosur dhe për të dhënë bonuse ky në vend të Këshillit Bashkiak, as se në zyrën e tij është verifikuar dhe certifikuar që është futur dhe ndrageta dhe pallatet që mbyten dhe po mbysin çdo ditë Tiranën. Sot e gjithë ditën me lejen e Erion Velijes para një viti vazhdojnë njësoj, por është për një çështje e cila gjithsesi konfirmon korrupsionin e tij. Pra edhe në ato gjën minore konfirmon se si vepronte se si vepron mekanizmi i korrupsionit të Erion Veliajt. E kupton? Pra atë gjën që kemi parë ka dosi që është konkrete, nuk është se nuk është konkrete, atë gjë për Erion Veliajn do duhet shumëzohej me 100. Problemi është që po të shumëzosh me 100, po ta hetosh ke incineratori shkon direkt ke Edi Rama. Po ta hetosh ke ndrageta shko sërish ke Edi Rama. Po ta hetosh për pastrimin e parave, po sigurisht që shkon ke Edi Rama. Prandaj Erion Veliaj po hetohet sot vetëm si një hajdut i rëndom që përdorte kompanitë e grus për të nxjerrë ca qindarka për mendimin tim ato për Erion Veliajn dhe vetëm aq sepse në fund fare drejtësia për Erion Veliajn nuk po bëhet nga drejtësia, po bëhet nga kryeministri. Nga urdhri dhe nga vendimi që bëri kryeministri pasi mori vesh që ky kishte pas një ëndër në sirtar që t'i zinte vendin. Genci, qëndron ky arsyetim i Bledit. Unë po shtoj dhe diçka tjetër. Duke qenë se i bari pati diskutimin shumë të fortë dhe e nxori në qendër vëmendjes po themi çështjen e imunitetit të Ballukut,